Na, si ÇKUK, e kemi pas një kontratë të negociuar për punëtorët fizik të sigurimit. OSHP-ja, mas 2 muaj sa, ka pru një vendim ku kërkon prej ÇKUK-s me ndërprej kontratën që kemi me kompaninë e sigurimit. Si drejtori ÇKUK-s, si menaxhmenti ÇKUK-s, si SHQK-s, natyrisht jena të obliguar me zbatu vendimin e OSHP-s. Ku zbatu një vendim të OSHP-s, edhe këmë dhënë afat kompanisë, në fjalë që ka pas kontratë me neve, deri me datën 21 qershor me përmbyll kontratën. Gjatë kësaj periudhe ka pas edhe një zhvillim tjetër, ku kompanisë të cilën jo kanë ndërprej kontratës, ka bërë ankesë në gjykatën komerciale, që është një drejtë legjitime edhe aty nëse kompani. Gjykata na ka kërkuar prej neve vendosjen e masës së përkohshme. Kemi dhënë përgjigjen masë përkohshëm edhe në padin që e ka ngrit kompania. Deri në këto momente që po folëm, nuk kam asnjë vendim për gjykatës komerciale për vendimin sa i përket masës së përkohshme. Gjatë kësaj periudhe, çka kena bërë si ÇKUK, kena fillu procedurën e re për një kontratë të re të negociuar, sepse janë objektet pa sigurim fizik. Kontrata e re e negociuar është në fazën e procedurave. Dje ka qenë afati fundit nga KRPP-ja që jep një interpretim, sot ftohen operatorë ekonomik, nesër edhe mas larg këtejtën na kemi një kontratë të nënshkruar me një operator. A është ky operator, një operator tjetër pa garanci, kom kërkuar nga policia e Kosovës që gjatë kësaj periudhe deri ta finalizojmë një kontratë të re, ata me qenë në kujdes të objekteve sa i përket sigurisë fizike edhe të personelit edhe gjithë, pasi që është një organizat me 3-4.000 punëtorë. Prej pramshit, policia e Kosovës e ka një plan operativ sa i përket sigurisë së fizike të objekteve. Prej sot edhe në formë fizike, policia ka mi vendos me prioritet se atë janë pikat ma kyçe. Ne kena marrë para 4 dite një vendim për SHSP-s për shkputjet kontratës. Edhe të gjithë punëtorët i kom pas të rrezikuar për pikat. Kurse pa një formë s'mon edhe me nejnë punë. Po edhe pa kontratë s'mon me nejnë punë. Edhe kena tentu këtë të bëjmë për punëtor, edhe të bëjmë një takim me kryetarin ÇKUK-s Osmanin, që të na garanton punëtor që janë pa një forma, që një kompani e arshme, ose që do të bëhet me këta punëtor. Dhe na ofrojnë një garanci që me këta punëtor do të janë edhe të ardhmë në punë. Atëherë, do më thonë, sot është një moment pak sa më ndryshe, sepse institucionet tona janë mësuar që edhe në moment kur ka skaduar kontrata, punëtorët e sigurimit fizik dhe punëtorët teknik dhe punëtorët tjerë kanë punuar dhe pa kontratë dhe pa kompenzim. Tani, si sindikat është vendim i imi që gjitha punëtorë do të shkojnë në shtëpi dhe do të qëndrojnë aty derisa të nënshkruhet kontrata e re me një operator cilin do të qoftë ai. Ne tani ma nuk dojmë të shërbejmë askujt. Pse ka ardhur deri te kjo, shumë normal që ka është interes individual, interes të ndryshme, na nuk dojmë të hyjmë aty kush ka pas të drejtë. Kompanit janë duke u shtyrën me zveti, ato le të shtyhen në moment që e fiton, cila do të qoftë kompani që e fiton të drejtën, ne kemi ardhur dhe normal që kemi me vazhdu punën. Por, po ju them, ne kemi marrë sot vendim që gjitha punëtorë ma në ÇKUK nuk do të qëndrojnë derisa të nënshkruhet kontrata e re. Na ka ardhur lojmë se u ndërprej kontrata e punës, pa paralemrin, pa kurgjo, neve na kanë thonë vazhdoni punën, por na nuk e dina askush na pagun, askush merret më me neve. Kështu që e kena pa të arsyeshme me dol sot këtu një farë lloj proteste.